Ky është restoranti, i cili rrotullohet dhe lëviz dhe një full circle i shkon 55 minuta. Këtu shikohet gjithë marina e Vancouverit dhe gjithë gjërat kryesore të qytetit. We can order when we finish. Në stadiumi ku me siguri luhet hokej naku, që është dhe sporti këtyre i preferuar. Vancouveri, përveç se është kryeqendra e British Columbia, që është një kryevepër nga pikpamja e borës dhe e maleve, këtu janë luajtur lojrat olimpike dimrore 2010-s, është dhe një nga vendet me numër më të madh të UFO-ve që duken të regjistruar. Nëse shihni një UFO, jeni që jeni në Vancouver.